Do diskutojmë tani edhe për 1 maj në ditën ndërkombëtare të punonjësve dhe më gjërësisht do diskutojmë me zotin Kol Nikolla, presidenti Konfederatës së Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Zoti Nikolla, mirë se erdhët. Përshëndetje. Si rrallë herë këtë rastisi 1 maj në mes të fushatës, në kulmin e fushatës. Parashikohen aktivitete. Është vërtet që këtë vit koincidoi që 1 maj era brenda fushatës zgjedhore. Por që është vërteta ne sindikatat 1 maj du takimi gjatë gjithë vitit, du t'jemi në funksion të në shërbim të drejtave të punëtorëve, atyne që na kanë do të besu dhe na kanë zgjellë. Por këtë vit Konfederata Sindikatave, ndoshta ndryshe nga gjitha vitet, e pa të arsyeshme që me datën 28 në organizuam një konferencë madhe kombëtare në Hotel Tirana, ku diskutuam për sigurin e shëndetin punë, dhe u mendua që data 1 maj të jetë decentralizuar thjesht në ndërmarrje kompani, në qarqe rreth të caktuara, të ketë aktivitete kryesisht mesazhdhënëse, kryesisht për të artikuluar ato të drejta, liri themelore, detyrime që ka qeveria përse përket marrëdhënieve të punës dhe veçanërisht për punëtorët, dhe nuk u pa arsyeshme që të ketë një aktivitet në shkallë kombëtare të organizuar, sepse duke qenë që ne jemi një organizat me antarë dhe antarësia jona pluraliste, edhe në respektim të antarësisë menduam që mos të krijojmë konfuzion, sepse boll po përplasën shqiptarët nga një politikë shterp, konfliktuale dhe pa produkt, dhe menduam që ne sindikatat të radhë t'i majmë dur të lartë, shohim se çfarë po bëjnë ata dhe të presim datën 11 që t'japim verdiktin ton aty ku duam dhe për këtë duam. Tregu i punës ka mbështypjen shumë intensiv për gjatë këtyre ditëve, për gjatë këtyre viteve të fundit, dhe njëkohësisht ka ndryshuar shumë ka mbështypjen edhe struktura dhe bie në sy një mungesë theksuar e fuqisë punëtore. Gjithsesi kushtet janë përmirësuar për gjatë këtyre viteve? Është vërtet që tregu i punës të vitet e fundit po përballet me disa fenomene, të cilat realisht janë fenomene të reja, janë fenomene të reja. Spari është ajo që ju thatë, veçanërisht për gjithë Ballkanin perëndimor, po sidomos për Shqipërinë, është mungesa e fuqisë punëtore, cila ka një sër faktorësh që kemi diskutuar vazhdimisht, që ka të bëjë me plakjen e popullsisë, ka të bëjë me migracionin, ka të bëjë me largimin e trive, largimin e profesionistëve, ka të bëjë edhe jo me mirë qeverisën sa dhe si duhet, sigurisht dhe me shërbimin që sindikatat afrojnë jo aq sa dhe si duhet. Problemi i tregut punës këto vite, duke ekonomia ka marrë zhvillime me hapa shumë të shpejta, kryesisht ekonomia digjitale, kryesisht punëtorët e platformës, po përballen me një sër zhvillime të reja socioekonomike, të cilat detyrimisht tregu i punës është i pari që ngjon dhe është i pari që reflekton. Dhe shumë profesione ndryshojnë. Ndryshon me njëherë, dhe ndoshta në mënyrë shumë papritur, dhe për këtë edhe sindikatat po përpiqen gjatë gjithë këtyre viteve në bashkëpunim edhe me strukturat ndërkombëtare të sindikatave, Konfederatën Botërore dhe Europiane të Sindikatave, që ne të jemi sa më afër këtij tregu, sa më kontribuojmë sa më shumë që këtë treg të përshtatet, dhe veçanërisht në skemat tona të përfaqësimit të mbrojtjes sindikale apo të kontraktimit kolektiv, tashmë kemi shtrirë në sër profesione, vetëm ato profesione tradicionale që ishin ndërtimi, minierat, energjetika apo nafta të tjera, por fusim edhe punëtorët e platformës, punëtorët e deliverit, punëtorët e transportit, punëtorët që punojnë nga shtëpia, punëtorët që punojnë nga brenda përjashtetit të tjera. Po përshtatet sindikata në përputhje edhe me përshtatet ligjore, sepse fatmirësisht ne jemi edhe në kuadër të integrimit të proceseve europiane dhe në shumë nga konventat e Bashkimit Evropian të cilat i përfshin këto profesione dhe mbrojtjen e tyre, sigurisht po implementohen edhe në Shqipëri me hapa shumë shpejta. Ndërkohë, në anën tjetër, vetë sindikata, apo sindikatat për edhe konfederatat, po, bashkimi, është forcuar në vetë për t'i mbrojtur akoma më fort, më fuqimishëm drejtat e punëtorëve. Sigurisht që e kemi përmend disa herë që sindikatat janë produkti i realitetit shqiptar dhe në një realitet shqiptar i cili është dinamik, është me procese të shpejta, me procese shpeshta dhe konfliktuale, nuk mund të kemi një sindikata perfekte. Sigurisht që sindikatat asnjëherë e mira s'ka fund. E mira s'ka fund, por me sa unë shoh, paktën Konfederata e Sindikatave që unë drejtoj për vitesh, është tashmë po bëhet një organizatë e cila ka kaluar një sër procesesh reformuese, një sër dinamikash brenda saj,
duke bashku profesione, duke nda profesione, duke nënshkruar shumë kontrata kolektive, sot Konfederata Nacionale e Shqipërisë është ndoshta e vetmja sindikat në Shqipëri që ka kontrata kolektive me pothuajse me të gjitha profesionet në shkallë nacionale dhe ka një përfaqësueshmëri të pranueshme qoftë në Këshillin Kombëtar të Punës, qoftë në strukturat e integrimit evropian, qoftë ato kombëtare, por edhe ato ndërkombëtare. Kështu që ne po përpiqemi që të pasqyrojmë këtë realitet të brisht dhe këtë realitet dinamik që ka Shqipëria dhe sindikatat të jenë pasqyrë këtij realiteti. Sigurisht që ka probleme edhe ajo që është kryesorja që ndoshta pak po trumpetohet në media dhe në shtyp është mungesa që sindikatat aktualisht kanë në qasje drejtësi. Është një fenomen, është për të lavdruar reforma që në Shqipëri është në marrë për drejtësin. Ka vonesa, jo vetëm gjyqet, po këtu kemi të bëjmë, nuk është thjeshta me vonesën e një individi për një gjyq caktuar, sepse po mund shkoj si individ për një pronë apo për një çështje. Bëhet fjalë kur janë kolektive. Ktu është problemi kolektive dhe ne po dëmtohemi në mënyrë kolektive sepse po prishet organizimi dhe funksionimi rregullator i sindikatës, sepse gjykata duhet të jetë shumë dinamike që të japë vendime të caktuara, qoftë edhe për të ndrruar një emër të një drejtuesi sindikatës, zgjedhë tjetër dhe duhen 2-3 vjet. I mbaron mandati, vjen mandati për të zgjedhur tjetër dhe ai nuk është bëhala ndryshimi gjykatë dhe është e vështirë përfaqësimi formal i tij si përfaqësues ligjor i atij identiteti. Kështu që kemi shumë probleme për sa i përket çastes drejtësi. Gjithsesi ne po bashkëpunojmë dhe me Këshillin Ekonomik dhe Social Bashkimit Evropian, na është premtuar cilët ja kanë kërkuar kryeministit një gjatë tillë dhe presim që të caktohet një seksion i veçantë pranë gjykatës vetëm për marrëdhëniet e punës apo për sindikatat ose ndonjë vendim nga kancelarit e gjykatave, veçanërisht të apelit dhe të gjykatës shkallës parë, qoftë administrative qoftë civile, që çështjet kolektive të kenë një prioritet në diskutimin e tyre, sepse këto kryesisht janë çështje formale, nuk janë çështje janë merret parasysh kam thënë edhe precedentet. Çështje formale por ngelen në radhë për 3 vjeç apo 5 vjeç. Kështu që çasta drejtësi dhe mungesa e ligjit e kemi theksuar disa herë. Fatkeqësisht në Shqipëri ka ligj për gjitha profesionet, gjitha grupet e interesit, por nuk ka ligj për sindikatat. E sigur do të bëhet tani që jemi në Bashkimin Evropian. Besojmë që po, jemi në bisedime, qoftë me Këshillin Ekonomik dhe Social, qoftë me Zyrën e Bashkimit Evropian në Tiranë, por edhe me Ministrinë e Punës dhe Ekonomisë, sepse këta ndryshën emra çdo ditë Meki, që ne sa më shpejt paraqesim një ligj. Ne vetë sindikatat dhe cilat mund të kenë disa nga propozimet tuaja, zoti Nikolla? Po, ne kemi bën një draft, në fakt ka kohë dhe po përpiqem, por në fatkeqësisht nuk kemi gjetur edhe konsensun në sindikatat mes veti. Kjo është fatkeqësi në fakt, por duhet të jemi transparent para publikut. Ky është realiteti shqiptar. Ne duhet të kërkojmë që të sanksionohet me ligj se si një organizatë sindikale, sepse këto janë organizata me antar, sistem, nuk kanë një organizatë me 2 punojës që kanë për të realizuar një projekt me botë sa foto ose me ngritur sa pankarta. Ne jemi organizatë që kemi një armatë antarësh mbrapa dhe si krijohet një organizatë, si menaxhohet, si drejtohet, si funksionon, si kontrollohet, sepse është shumë e rëndësishme se si kontrollohet. Jo të jenë të varura, të hiqet pavarësia, po të kontrollohet në aspektin organizativ, të ketë vetë kontroll, vetë pastrim. Dhe masanej ky ligj thënë edhe ke kontraktimi kolektiv. Kush do jenë kontrata kolektive në shkallë kombëtare, duhet një marrëveshje sociale, është e detyrueshme ndërmjet qeverisë dhe sindikatave dhe organizatat punëdhënëse. Kush do jetë marrëveshje në shkallë profesionale, cili profesion, kush do jetë në shkallë ndërmarrje, kompanie tana me radhë, dhe masanej vim ke pjesa 3 e këtij ligji që do jetë zgjidhje të mbisore të konflikteve të punës. Ne dim që gjykatat sot harxhon kohë katastrofike për një largim pa drejt nga puna, apo për një transferim, apo një ulje në detyrë, apo një ngritje nga karrierë. Ndërkohë me sindikatën mund të ketë një negocim, një negocim dhe marrëveshje duhen ca instrumenta të brendshëm, duhet të ketë komisione, kompania ndërmarrë duhet të ketë një komision nga sindikata dhe punëdhënësi me 2 vjet apo 4 vjet që të filtrojnë të gjithë këto probleme dhe mos të kemi ngarkesa në përgjigje. Kështu që ne presim që një ligj i tillë të jetë sa më shpejt dhe besoj që ajo do të rregullojë tregun e sindikatave, do të rregullojë edhe marrëdhëniet e punës, do të kontribuojë shumë në kontraktimin kolektiv, po do të zgjidhë shumë shpejt dhe këto mosmarrëveshjet e punës, të cilat shpeshherë zoti Nikolla shohim jashtë Shqipërisë që Gjermani, Greqi apo Itali që
pilotët e marë si shembull, ose punonjësit e një aeroporti, bëjnë protestë dhe është sindikata që mbron ata e cila negocion me kompaninë për kushte, për pagën. Duhet ta ketë. Ne kemi përveç se me këtë punë edhe opinion publik që sindikata duhet bëhet gjithë shkallë dhe nuk bën asgjë. Fatkeqësisht ky ligj sanksionon të gjitha problemet dhe i vën përpara përgjegjësisë ata që duhet ta kryejnë detyrën e vet sipas statutit dhe rregullohet branshi që ka sindikata. Normal, pikërisht prandaj duhet ky gjyq. Mos është edhe çështje kulture, çështje formimi në aspektin duhet vi momenti i zhvillimit të shoqërisë. Është problem sot me vëmendje po ndisha mesazhin e Mattarellës, presidentit italian për Iman, dhe të presidentit shqiptar, cilin duhet ta falenderoj që u kujtu nga gjithë struktura shtetërore. Kishte diferencë? Përmenti, diferencë shumë e madhe, sepse presidenti italian kërkonte 3 pika dhe ishte qortues ndaj shoqërisë, qeverisë dhe sindikatave. Ai kërkonte që detyrimisht duhet të rriten pagat, sidomos të rive, sepse duke mos pas pagat lartë, të rinj nuk planifikojnë familje dhe nuk shtohet popullsia. Ai njëti mesazhin tjetër që 0 morti, duhet të mos ketë asnjë aksident në punë, do n'ishin qortuese, dhe një mesazh tjetër, tani më sa ka bëj ishte për efektivitetin në punë. Nësa presidenti ynë uronte dinjitetin, solidaritetin kolektiv, uronte qeverinë, uronte punëtorët, por duhet t'ishte pak më kritik edhe për qeverinë dhe për sindikatët. Duhet t'jepte mesazh si të përmirësohet, sepse nuk jemi ajka, ne jemi pothuajse nga fundi këto probleme. Kështu që është edhe çështje kulture. E njëjti problem është me sindikatat. Dje ne kishim disa kërkesa, na thoshin që disa sindikata do të protestojnë sot përpara Universitetit të Tiranës. Po kush janë këto sindikata? Sindikata fantazëm, të cilet krijohen nga drejtorat, nga shefët, nga përgjegjësit, nga një zyrë ndërkombëtare në Tiranë, që kanë më shumë pankarta se sa punëtor. Thjesht bën ca fotografi për të marrë një projekt. Këto nuk mund të jenë lëvizje sindikale. Lëvizja sindikale është armatë, lëvizja sindikale është përfaqësim dinjitoz dhe pikërisht janë këto çështjet kulturore. Dhe duhet patjetër ligji që e sakson fiks se çfarë është një sindikat, sa punonjës, cilën shtresë. Ne jemi të shqetësuar edhe unë shoh programet e partive politike. Realisht janë nuk e përfshin. Absolutisht janë shumë të cekta, është fatkeqësi qoftë mata, megjithëse në Shqipëri kjo vija demokracionit në të matës dhe djathtës nuk ekziston. Se sindikatat realisht gjithë botën dhe veçanërisht në Europë bëjnë një luftë mjaft të fuqishme kundër të djathtës që po vjen poshtet. Është vërtet që dikush thonte dje 14 kryeministra në Europë që vinë nga partitë e djathta. Po në vërtet kanë bërë hapa mrapa me hapa gjigant mrapa për sa i përket çështjes së drejtave dhe lirive themelore të punëtorëve dhe të emigrantëve kryesisht. Sot, për shembull, Organizata Botërore e Punës sot ka dalë me një slogan shumë kuptim plot, në kuadër të majit të viti që e drejta e punës është një drejtë themelore e njeriut. Dhe në qoftë se ti nuk më siguron të drejtën e punës, ti më ke kufizu të drejtën themelore të njeriut. Që në start. Që në start. Kështu që ne duhet përpiqemi. Zoti Nikola, në anën tjetër, ka bashkëpunim ose duhet të ketë bashkëpunim midis shoqatave që mbrojnë drejtat e bizneseve dhe sindikatat që mbrojnë drejtat e punëtorëve? Duhet të ketë marrëdhënie institucionale. Pa bashkëpunim nuk mund të ketë sukses. Ne shpesh e përdorim, jemi si dy ante e një medalje, që këte janë punëmarrësit, këte janë punëdhënësit, dhe të dy gjysmat bëjnë të tërën. Nëse një gjysmë azgjësohet e tëra. Por problemi është sepse duhet të jenë të mirë organizuara. Dhe pikërisht qeveria këtu ka lënë litarin jashtë, i lënë qëllimisht të pa organizuara, qoftë organizatat e biznesit, qoftë organizatat e punëmarrësve, me qëllim që mos të ketë, sepse një bashkëpunim i tyre do të vijë përpara përgjegjësisë qeverinë, kush do qeveri qoftë. Dhe qeveria e anashkalon këte, zakonisht me biznesi bën kompromise sepse i intereson, sepse biznesi ka forcën ekonomike, nërsa me sindikatat thjesht janë 3-4 vjetë një fotografi formale apo një shpreh që s'ka sindikata, hajde investoni këtu dhe... Po, ka qenë edhe se ftesa. Kështu që bashkëpunimi është shumë i domosdoshëm, por bashkëpunimi duhet të jetë institucional. Bashkëpunimi duhet të jetë në nënshkruar me kontratë kolektive. Ajo është kushtetuta që rregullon. Ajo është kushtetuta që rregullon marrëdhëniet e punëdhënësit dhe të punëmarrësit. I institucionalizon dhe bëhet detyrim për të zbatuar. Kjo fatkeqësisht është problematike. Megjithatë, kushtet, si shikoni kushtet për të punuar në Shqipëri? Vjetre një përmirësim sepse pagat rritur, ka pasur një aksion nga ana e qeverisë. Duhet mos jemi nihilist. Po ta shohim të paktën të 2-3 vitet e fundit, pavarësisht se ne tani jemi në fushatë elektorale dhe çfarë nuk gjëmë dhe si nuk
Nuk du të bëmi pjesë pjesë, po, harrojmë, supozojmë që nuk është fushata, si mas menimit tim, por edhe të njerëzve me cilë të më punoj, ka përmërsime, dikun dukshme, dikun pa dukshme, dikun përmërsime minorene, por çështja është produktiviteti. Dhe jemi shumë të shqetësuar se në gjithë të fushat askush sa përmend produktivitetin. Nëse ka rritje ti mund të rrisish paga pa produktivitet, realisht na ke gënjy. E pëson biznesi, po pëson edhe ne, se rrit inflacioni. E pëson gjithë. Askush jam shumë interesant, qoftë edhe disa partitë vogla të cilat janë të majta dhe kanë disa parime filozofike të majta, prapë se prapë kur shkon problemi ke efektiviteti, asnjë s'po ngjëm që duhet vetëm të rritet efektiviteti. Qoftë se ne kemi produktivitet në punë, ne mund të rrisim paga, mund të çosh sa dush, pretendojmë sa dush, por asgjë nuk bëhet. Ka dëmë shumë se sa përfitime. Kështu që vjen interesant sot sepse duke u integruar me ditën e Nimajt, një institucion publik jepte një slogan që janë të punësuar mbi 1.300.000 shqiptarë. Që ose janë të punësuar 1.300.000 shqiptarë, ne kemi 730.000 pensionista, atëherë kemi një raport të shkëlqyer, kemi një raport 2-1 për pensionet. Të krahasuar. Absolutisht është e vërtetë. Dhe duhet të ishën rritë pensionet. Raporti pensionet, kontributesh 1.1-1.2. Qofse ne sot do të kishim të punësuar mbi 1.300.000 shqiptarë, automatikisht pensionet do ishën rritë mbi 50.000 lekë. E do ishën 2 kontribues për një përfitues. Do ishën në rregull, gjithçka do ishën në rregull, do në pa fut dorën ke xhepi i qeverisë. Thjesht me kontributet aty 1.300.000 shqiptarëve, pensionet do ishën rritë 50.000 lekë. Skema rregulluar. Do funksionohet e normal. Që do thotë që nuk ekziston. Kështu që propaganda... Për ta parë më në detaje, në raportin më të fundit vjetor, Inspektoriati i Punës ka evidentuar edhe disa probleme që ekzistojnë në tregun e punës, si përsa i përket kushteve, pagës, aksidenteve. Çfarë do të evidentonim? Që është e vërteta, Inspektorati i Punës është përpjekur edhe ai që të përshtatet me këto format e reja të punës, duke filluar dhe kontrollet e tyre. Ajo që ne kemi konstatu vazhdimisht dhe fatkeqësisht nuk po riparohet, është problemi i plotësimit të vakumit ligjor në lidhje me veprimtarinë e Inspektoratit. Inspektorati i pari duhet të jetë i pavarur, nuk duhet të jetë pjesë e një ministrie, e cila mbledh dhe punës, sepse nuk mund të kontrollojë vetveten. Spari duhet të jetë i pavarur. S'dyti duhet të ketë kapacitete qoftë infrastrukturore, qoftë edhe njerëzore, të cilat aktualisht nuk i ka. Nuk i ka, se me 100 inspektor të kontrollosh gjithë në marrët e Shqipërisë, është e pamundur. Është e pamundur. Pavarësisht nga fryma që sjell dhe nga përpjekja për të digitalizuar situatën, për të bërë kontrolle me riske me radhë, vazhdon që numri i aksidenteve fatale të jetë si vitet tjera ose ndonjëherë edhe më shumë. Këtë vit, për shumë, kemi pas 37, vitin që kaloi 37 aksidentuar në punë. Me humbje jete, vitin që kaloi. Po, dhe prandaj do sjell mesazhin e presidentit Mattarella që thotë 0 morti në lavori, 0 aksidente në punë. Aksidente me vdekje. Asnjëherë kjo nuk arrit 0. Por ne du të synojmë që të shkojmë 0, du të dhejmë objektivin 0. 0 aksidente me vdekje në punë. Te du të ketë inspektorati, te du të ketë sindikata, te du të ketë qeveria dhe gjithë shoqëria. Është problemi më tepër tek kompanitë që nuk marrin masa për sigurinë e shtetit dhe të jetës, apo edhe punëtorët që ndonjëherë mund të neglijojnë? Është çështja e kompanive, kryesisht ke kompanitë sepse kanë qëllim fitimin. Nuk shpenzojnë, nuk e kuptojnë, akoma ata nuk janë inteligjent, ose akoma shoqëria nuk ka në atë fazë që ta kuptojë që duhet të investosh ke arsimi dhe formë profesional, duhet të investosh ke përgatitja e punëtorëve, duhet të investosh ke siguria e punëtorëve dhe gjithë kjo të përkthehen në rezultat për biznesin. Patjetër. Ata nisin nga fitimet e shpejta, jo të mos ta thurë se më duhen lek, jo mos ngej ato mbrojtëse se më duhen lek, jo mos të bëj edhe këtë investim se më duhen lek, jo dhe rrobat e punës i blej cilësi dobët se më duhen lek, dhe këto gjitha sjellin aksident. Sjellin aksidente. Megjithatë, pasi ndodh aksidenti sepse e keqja për edhe mira nuk kam fund. Pasi ndodh aksidenti. Faj shkon të aksidentuarit. Të aksidentuarit shkon faj, por e kisha fjalën tek kultura e kompanive që të sigurojnë jetën e punonjësve. Dhe përjedhoj kompania e sigurimit paguan familjarët. Është një problem në vete. Çështja e sigurimit të jetës, por dhe çështja e sigurimit të shëndetit, por dhe çështja e sigurimit për pensione suplementare, është një histori veti, është një patate e nxehtë, e cila ka koha që dikush ta kapi me dorë. Çdo qeveri që është mangë,
ja kalon radhën tjetit, tani ka ardhur koha që patate duhet të përvlusë, po duhet kapë në dorë. Duhet të financojmë, gjithmonë në kuadër strategjive ne s'kemi vënë kur strategji. Tani ka ardhur litari në fyt sepse Bashkimi Evropian po i kërkon me shpejtësi dhe këtu pikërisht kemi këto lëvizje, por është e detyrueshme që të sigurohet jeta punojëse, të sigurohet edhe pensioni suplementari tyre në skemat private, me qëllim që qoftë gjatë punës ai të ketë një jetë dinjitoze dhe të garantuar, por edhe kur del pension për ato vite që ngelet për kontributi i tij të shpërblehet. Kështu që besojmë që në kuadër proceseve integruese ne po përpiqemi maksimalisht që t'i ngrejmë si probleme qoftë. Edhe sindikatat mund të përfitojnë, të marrin më shumë. Patjetër, jo vetëm merr më shumë, po krijohet opinioni publik për sindikatën ka anëtarët e saj që forcohen, sepse ne kemi shumë siklet në profesionet e vështira. Po bëhen edhe disa makinacione me këto siguracione, se vetë kompanit kryen duke diversifikuar portofolin e bizneseve, kryen edhe vetë kompani sigurimi dhe realisht nuk paguan asgjë. Mërna kompani s'ka, dhe kompaninë e prodhimit dhe të sigurimit dhe sigurojnë punëtorët e vetë. Tani nëse çdo kompani do sigurojë punëtorët e vet. Ai për çfarë funksion? Ai institucioni shtetëror që është për konkurrencën, mos zi se për çfarë është më sani. AMF-ja, ai për çfarë është atëherë? Për çfarë është? Nëse çdo kompani do sigurojë punëtorët e vet duke marrë licenca për siguracion. Për çfarë ekziston? Megjithatë, sërish kalaj, meqense i përmendëm pak pensionet, kontributet, njerëzit marrën ato që i takon. Kemi së fundmi disa marrëveshje që vendi ynë ka me vendet e tjera. Veçanërisht me Italinë ishte sukses. Ajo me Italinë. Ishte sukses dhe Konfederata e Sindikatave për 4-5 vjeç ka punu maksimalisht, por herë parë Konfederata ka arrit marrëdhënie dhe me ekstremin e djathtë të Italisë, me sindikatat, nëpërmjet sindikatave italiane, vetëm për hir të emigrantëve shqiptarë, sepse është një numër i konsiderueshëm dha sukses. Sigurisht që unë e di që me Greqinë do të ketë probleme, sepse edhe situata ekonomike e Greqisë, se kjo ai shtet që të nënshkruaj marrëveshjen do paguje, dhe askush do me pagu. Por pranimin Bashkimin Evropian automatikisht i fut fuqi gjitha këto marrëveshje. Megjithatë, zotë Nikola, ato janë kontributet shqiptarëve vetë që i kanë bërë për shtetin grek. Po i kanë bërë për ekonominë atyne. Po. Kështu që i takon, si do që tjetë. Ore, shumë gjana të takon pas të japin. Shumë gjana në takon pas të japin. Ata, vetëm ne, kur jemi të barabartë mes barabartëve, atëherë do i marrim. Që do thotë ne duhet jemi në Bashkimin Evropian. Duke qenë aty, nuk pysim as grekun, as italian, as tjetër, jemi në barabartë. Dhe për dy gjana, Konfederata e Sindikatave e ka mbështet dhe vazhdon të mbështesi këtë qeveri dhe çdo qeveri. Për sa i përket problemit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe sa i përket mospirjes duhanit. Për tjetë ne jemi gjithmonë në pozitë. Ndërkohë, një tjetër fenomen që po ndodh në tregun e punës, por që evidenton edhe inspektoriati i punës, janë të huajt që vinë punojnë dhe jetojnë në Shqipëri. Një problem vete. Është problem? Një problem vete, sepse ne e kemi ngrit, por nuk na u morën konsiderat që kur u hartu ligji, Ministria e Brendshme. Normalisht ligji u bën vetëm nga Ministria e Brendshme, pa konsultuar me aktorët e interesit dhe veçanërisht me Ministrinë që mbledh marrëdhëniet e punës. U bën një ligj i liberalizuar për para kohe. Ndoshta nga presioni i tregut punës e mungesë fuqisë punëtore, ne e kuptojmë, por pjesa më e madhe duhet të përmendim që e kanë përdorur Shqipërinë vetëm si trampolin për të larguar jashta dhe nuk i ka kapacitetet regjistruese dhe kontrolluese shteti në atë shkallë që ti kontrolloje, ti menaxhoje dhe ti sistemoje. Nuk është të thonë që mjaftot që një agjenci i punësimit cili këtu pëzëtuj, bëjmë kontratat individuale të punës dhe këta mos kenë as kontrat kolektive, as regjistrim për shtet vendor, as regjistrim polici, përveç në sistemin TIMS, dhe ata të nesër nuk gjenën as nitu. Është trampolin për të shkuar. Kjo i kërën probleme dhe biznesit, sepse dhe biznesit ka kërë biznesit do që ndrojnë që anë kohën të problem, por është edhe problemi masanej i formimit profesional të tyre. Ata mund të merren, po duhet që shtetit ketë një qendër profesional, qendër akreditimi për këta. Që çdo huj mund të kalojë një qendër akreditimi që çaj je seldator, po. Hajde 2 ditë provoje. Shikon ku është kërkesa. Jepi atë certifikatën, futu në punë. Po jo, ke marrë certifikatën në Egypt dhe Bangladesh. Po, ai thotë unë jam mbujtësi. Po çaj jam mbujtësi në Egypt, kam rrit banane. Po këtu s'bëhen bananet. Tu bëhet misri gruni. Ata s'ka idenë se si vaditet misri.
Kështu që duhet ne kemi kërku edhe Ministrisë Marrëshme dhe Ministrisë Përgjegjëse për punën që duhet që të ngjet një qendër e verifikimit tyre, një qendër që ti verifikojë profesionin, ti certifikoje dhe të regjistrohen. Dhe këta duhet të kenë detyrimisht një lidhje me pushtetin vendor. Nëse këta nuk lidhen me pushtetin vendor, që ata të kontrollohen, të integrohen, të lidhen me sindikatët. Ne nuk kërkojmë që të favorizohemi me dhënë qeveria që të bëhet kontrata kolektive se s'bën. Para ma një ligj për kontratat kolektive duhet se si të bëhet, si është përfaqësueshmëria sindikale, kush është më përfaqësuar, kush është përfaqësuese, dhe të ketë votim sindikal. Unë di që këtu pretendohet që vidhen votat e partive politike, po të ka koha që sindikatët duhet të kenë votim sindikal. Dhe nëse unë jam sindikata më e dobët, atë unë më ta kem atë drejtën as morale, as ligjore, që të bashkëvendos për situatat të tilla. Është tregu që vendos edhe për duhet ta vendosi votimi. Kush ka numrin më të madh të anëtarëve, ajo sindikat detyrimisht duhet të afrojë mundësinë ligjore dhe tulet në tavolinë e negociatave. Ktu nuk ndodh. Ktu ndodh sindikata që vetë drejtori, shefin e personelit, ose ndodh që ai ka vu kushinin e vet ke fasoneria, e tjetri ka vu atë tjetrin, dhe jam sindikata, thotë. Dhe më tani bjen edhe imazhi i sindikatave, sepse unë di që gjithçka me ligjin, zoti Nikola. Po, ndoshta jo gjithçka, po shumë çka. Unë jam shumë optimist se shumë çka do të bëhet, shumë çka do të bëhet dhe besoj që edhe ligji do jetë punë mush, do jetë turezat tona. Do ta diskutojmë patjetër. Ndërkohë sërish për të huajt, ka vini re diskriminime në vendin e punës, flas për ata që zgjedhin realisht punojnë në Shqipëri, jo ta përdorin Shqipërinë si trampolin. Një gjë, ne shqiptarët nuk jemi në aspektin tradicional. Nuk i kisha fjalën diskriminues, e kisha fjalën të parë, financiare. Ajo pasirohet, nuk ka diskriminim. Sepse edhe për faktin që kemi qenë migrant vetë. Kemi qenë migrant vetë, kemi dhe si traditë dhe si kulturë në bujarinë, bashkëpunimin, miqësinë, unitetin fetar, unitetin vllazëror, ne e kemi këtë. Por problemi është që kjo duhet të institucionalizohet. Duhet të institucionalizohet dhe kjo dobi që kemi si në aspektin e trashëgimisë kulturore, duhet ta kanalizojmë për mirën e përgjithshme. Kështu që nuk besoj që ka diskriminim. Problemi është sepse janë jashtë kontrollit ligjor. Janë jashtë kontrollit ligjor. As inspektorati i punës nuk e di se sa kanë hyrë, sa dalin. As AKPA jo se jo që ti certifikote. As policia vendore thjesht i kontrollon atje në atë sistemin kush dole, ai mund qëtë turist. I ke shkon qëtë numër turistës. Kështu që as bashkia nuk e din se sa punoj thuj kamera në territorit vetë. Këto instanca duhet gjitha të integrohen së bashku. Edhe në pyetjet fundit në lidhje me informalitetin. Patëm një aksion kundër informalitetit në tregun e punës nisur nga shtatori tetori i vitit kaluar. Si është? Asnjëherë puna me aksion ka qenë bë dikur që shkoshim djela. Aksioni është ai që gjatë aksioni edhe edhe s'bëj asnjë punë. Puna me aksion asnjëherë nuk ka produktivitet. Informaliteti duhet gjithmonë të luftohet, të minimizohet dhe duhet me instrumenta. Duhet me instrumenta, nuk bëhet lufta ndër informalitetit se del kryetari i sindikatës apo kryeministri dhe fol në televizor. Ose mund të gjobis, ose mund të fusish në burg për një dritare apo një kiosk, ku e diun. Duhet me instrumenta, me ligje, duhet me veprime e gjithë. Jo për një apo 2 muaj. Po nuk po, ajo duhet të jetë e përhershme dhe me sanksione ligjore që janë të unifikueshme me gjithë ligjet tjera. Nuk u bëhet se 3 muaj u rritën ato ketatimet kaq, edhe mos e harruan fare se sa të tjerë ata ikin prapë. Po pati një efekt pozitiv me gjithë ato. Një gjë, realisht ekonomia informale është problem. Është problem sepse tani ajo që ekonomia po zhvillohet, tani ajo sjell dëm. Qose dëm sot ajo lubrifikonte, mbyllte njërin në sy, krijonte disa të ardhura informale për diken ku e diun. Tani ekonomia informale është një lloj për mu si parate pista e antiterrorizmi. Tani mund kishte diçka. Tani qeveria duhet të jetë shumë e vëmendshme që ta mbylli këtë robinet. Sepse ka edhe shumë probleme të tjera pastaj. Nëse e le hapur robinetin e ekonomisë informale, ajo do të infektojë gjithë ekonominë. Duke infektuar gjithë ekonominë, do sjellë probleme gjithë shoqërisë, do sjellë kriminalitet, do sjellë korrupsion, do sjellë gjitha merat. Edhe këtu duhet të jetë kulturë. Duhet të jetë kulturë edhe në këtë rast që njerëzit duhet të ndërgjegjësohen për të paguar detyrimet që kanë ndaj shtetit. Ajo tani kultura, sepse tani që të flasim në aspektin folklorik, tani janë kam njerëzit
qoftë edhe bizneset, edhe punëtorët, tani po kalen stres mesme. Dhe duke qenë se tani janë në kam në aspektin financiar, tani është momenti që duhet të rregullu. Tani duhet formalizohet gjithçka. Ne kemi mirëprit të divën që deklarohen të ardhët. Që ullë kufiri. Por tani kjo mos ngeli thjesht një formalitet që duhet mjafto me një fushat në televizor dhe të mbyllët. Kjo duhet shoqëruar me masa konkrete, si që... Edhe informuese kam shtypjen, jo vetëm informuese, por dhe favorizuese, që në fund vitit mund të më fejnë ca lek. Aplikon për të kthyer. Tani, si që ka Italia, po tjerë, grumulloj fatura, më jep të vëshën. Kam 3 fëmijë, më rimbursohet fëmijën e fundit. Kam tjetën, do më thënë, duhet qëtë një formë që njerëzit të vinë vetë ke kjo dhe të institucionalizohen. Faleminderit, zoti Nikola. Shumë faleminderit ju dhe televizorit tu, i cili është një televizor, jo vetëm për ekonominë, po për gjithë qytetarët, dhe Konfederata e Sindikatave ka pas hapur këtë port gjithmonë dhe faleminderit. Faleminderit.